Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me ënën e plot, e cila është në shenjën e peshores, pra e dini që është në 13 dhe ka efekt tek ju. Pra çfarë ju do të dëgjoni edhe për gati 2 javë me radhë, por sigurisht ju do ta ndjeni deri sa të vi edhe ëna e plot, e cila është në shenjën e akretit mbas një muaji. Pra ju e dini që ënat e plota janë një në muaj, ashtu sikurse dhe ënat e reja. Mësoni që kjo ënë e plot do të sjellë tek ju një dëshirë të thellë për ekuilibër dhe ndërkohë edhe bëhet fjalë për tema të thella në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Mësoni që duke qenë se është pra në datën 13 dhe muaji është i 4, ka të bëjë që janë numrat të dy fisht dhe në këtë rast janë 2 katërat. Dhe çfarë kuptimi, pra 13 në numerologji mblidhet 1 plus 3 bën 4, por dhe muaji 4. Dhe për mos më zgjatër video do të shpjegoj në shenjën në vazhdim, për të cilën unë do të tregoj disa shenja që jep ëna e plot tek ne. Dhe ajo që ju do të ndjeni ndikime në fund të fundit është nëna shëruese, për të cilën e kemi në brendësi të trupit tonë, dhe ky trup që ju e shikoni është multidimensionar, i cili ne jemi që njerëzore me një funksion të lartë, që do të thotë kemi një frekuencë të lartë, pra ne komunikojmë, ne flasim, ne sillemi me njëri tjetrin, dhe ndërkohë është që ne kemi edhe ndjeshmërinë se janë këto organe mbi të cilat qendra dhe ajo që me të vërtet organet tona marrin funksion është mrekullia, është zemra. Që zemër është neutrale dhe është ajo që është për të gjithë ju hiri dhe misioni dhe drejtimi i jetës. Pra, mos ju çudi nëse jeni në këto video, me ju ka ndodhur diçka. Dhe ajo që ka ndodhur me ju diçka, si e kuptua? Pse nuk ka ndodhur më përpara, po ndodhi tani, dhe pse pikërisht tani? Për arsye sepse universi drejton energjinë dhe jeta jonë është rrjedhë e vazhdueshme e ndryshimeve kozmike në frekuencë dhe në sinkronizim, pra në ndjeshmërinë tonë. Që do të thotë, ne si qenie njerëzore jemi në një nivel të lartë dhe sidomos në këtë shekull, dhe ku ne do të shkojmë. Me një fjalë do t'ju tregoj. Ne do të arrijmë të bëhemi qytetarë të botës, që do të thotë ne do të shkëputemi nga çdo lloj gjëje që na ka ndarë. Sigurisht kjo nuk do të vi tani, por e bëj këtë që të kuptoni që erët apo vonë në çfarëdo lloj që ju të zgjidhni janë 2 rrugë. Ose ju do të vuani dhe sigurisht do ta lini këtë jetë me dhimbje, sepse një ditë do ta lëm këtë jetë, ose ju do të zgjidhni përderisa jeta është e shkurtër, do të zgjidhni të doni veten, të pranoni ndryshimet, dhe mbi të gjitha kjo hënë që unë do t'ja tregoj tani, do të vazhdoj çfarë kërkon nga ju dhe jo vetëm kjo hënë, por të 12 shenjat, por tani unë po flas për ënën e plot në peshore. Pra, ka të bëjë me atë që ju jo vetëm që do të ndihmojeni në numrat e dy fisht, por edhe nga do të merrni një uri të thella. Mësoni që bëhet fjalë ëna e plot, ne jemi në tokë dhe ne i shohim janë të përballë. Ëna e plot në peshore është përballë ënës diellit në shenjën e dashit. Ndërkohë që udhëhiqen që të dyja këto shenja, pra peshorja nga planeti Venus ose Afrodita, e cila është e dashurisë, lumturisë, bollokut, ndërsa dashi udhëhiqet nga Marsi, që do të thotë që është i veprimeve, pra për të marrë një vendim të rëndësishëm dhe për të vepruar. Sigurisht peshorja është për ekuilibër dhe për tema në lidhje me marrëdhëniet,
pra për të krijuar një lloj ndërmjetësie për një bashkim në lidhje me marrëdhëniet është dashi, që është në diell, që thot unë jam, dhe në këtë rast bëhet fjalë që është impulsiv dhe është i drejt për drejt. Pra çfarë do të sjellë? Sigurisht që do të ndjen tension, dhe ndërkohë unë do të them, Marsi është që ka të bëjë me trupin tonë fizik, dhe në këtë rast përfaqëson mendjen, sepse ky trup që ne kemi është multidimensionar, dhe në këtë rast Marsi përfaqëson pra veprim, që do të thotë me çfarë i bëjmë veprimet, ne i bëjmë me trupin fizik, prandaj kemi duart, prandaj kemi këmbët, dhe ndërkohë prandaj jemi dhe me frekuencë të lartë për të cilën ne komunikojmë me tjetrin, duke u sjell me veprimet tona, me fjalët, me mendimet. Nuk ka rëndësi se si janë. Kjo është ne, si që njerëzore, jemi gjithmonë në zhvillim, gjithmonë në rritje, dhe ku ne planojmë të ecim me ritmin e rrjedhës energjive, pra të ndryshimeve kozmike, ashtu si ndryshon natyra, dhe tani kemi hyrë në ciklin e mrekullueshëm të sezonit pranverës, që të gjithë ju i shikoni që ka një lloj frymëzimi, pra vetvetiu edhe ne e ndjejmë këtë, jo vetëm natyra që është duke apo kafshët, apo çdo gjë, shihni pra gjelbrimin, shihni pjelloshmërinë kudo në çdo aspekt të jetës, po kështu edhe ne si që njerëzore, kudo në çdo aspekt të jetës, jemi në fillime të reja për projekte apo buqit në punimin e tokave e tjera për të mbjellur farën, kështu që jemi dhe ne, dhe në këtë rast me peshoren, me këto pra midis peshores dhe dashit do të ketë pra si thua një lloj trazire, dhe në ç'kuptim është do të ndjekni këto efekte. Për një pjesë nga ju bëhet fjalë që do të sillni një uri, pra do të jeni dhe do të ndjeni që keni marrë më tepër një uri, jeni bërë më të ditur. Për një pjesë nga ju është që kërkohet pra të ndoshta keni një lloj nxitje në lidhje me emocionet tuaj, pra ndjeni që janë emocione intensive. Për një pjesë tjetër është që ndoshta ju jepet mundësia për të shëruar, dhe e gjitha që bëhet është që kërkohet, meqense është ëna në peshore dhe ka të bëjë me temën e marrëdhënieve dhe të partneriteti, ka të bëjë me marrëdhënien tonë, pra të dashurisë, por edhe me marrëdhëniet tona familjare, miqësore apo kontrata të punës e të tjera. Pra që të gjithë jemi pra do t'i ndjeni këto. Gjithsesi, ajo që unë ose ju do t'i bëni pyetje vetes, dhe që në pyet ne, sepse është me të vërtet tema më e mrekullueshme për të cilën ka të bëjë me jetën tonë, me dashurinë e vetes, se ne jemi që të gjithë qenie me vlerë, të dashur, ne kemi ardhur në këtë tokë të mishëruar me drejtim, me mision për ta jetuar jetën dhe jo ta mbijetojmë siç kemi bërë deri tani, duke qëndruar në rolin viktim. Por çfarë ndodh? Tani është ajo që ju t'i bëni pyetje vetes, pra kur them në anë ju kërkoni ju që a jeni të hapur ndaj asaj që çfarë ju dëshironi. Pra dhe bëhet fjalë që për atë që ju dëshironi, ju duhet ta ndjeni, ju duhet të pranoni, pra me të vërtetë që të arrini atë të hiqni dorë nga gjërat që ju pengojnë, dhe ndërkohë të pranoni ndryshimet. Pra, a jeni gati? Dhe për të qenë gati është me të vërtetë këto 3 arsye. Mbajini shënim, siç u tregova, që me të vërtetë ju duhet të ndjeni atë që ju dëshironi, ju duhet të hiqni dorë nga ato gjëra që ju pengojnë ju për të arritur atë që dëshironi, dhe kjo do t'ju çojë sigurisht edhe në ndryshime, dhe ky është rezultati, që ju lidheni në një linjë me shpirtin tuaj, me atë që ju dëshironi, dhe ju filloni të veproni, dhe sigurisht ju nuk jeni vetëm, ju kur nuk keni qenë vetëm, ju kur nuk do të jeni vetëm, duke bërë pyetje për çfarëdo lloj që ju mund të ndjeni dhe kërkoni, pra jeni gati, jeni të hapur, dhe në këtë rast po flas me nënën,
ashtu sikur se flas dhe në videot e tjera që jeni të lidhur me angjëjt mjeshtrat, kryangjëj, gjithsesi unë jam dëshirues shpirtëror, jo vetëm nga ana e si ushqerova shpirtin tim, por edhe nga ana e asaj që edhe nëna Hën më ndihmoi, sepse ne që të gjithë jemi yjetës britur në tokë, se në fundit jeta këtu bëhet. Pra kujtoni dhe mbani mend, ne që të gjithë, si që njerëzore, apo dhe ju që ndiqni këto video, ne mund të ngrihemi për veten tonë. Pra, për atë që me të vërtet ne jemi dashuri dhe ne kemi vlerë dhe ne mundemi të ngrihemi, por askush nuk ju prek liri. Por të jeni të sigurt që ju e arrini nëse ju zgjidhni të doni vete dhe të ndjeni atë çfarë ju ndjeni. Tjetër është që ne duhet të vendosim kufin. Për sa kohë ne nuk vendosim kufi, rezultati është ashtu sikur se pjesa dërmuese që janë akoma në gjumë, apo dhe ne para se të ishim në këtë në rrugëtimin tonë shpirtëror, është që ne mësuam ose jemi duke mësuar për të vendosur kufin për atje për marrëdhëniet për të cilën nuk ju shërbejnë më dhe ndjeni që nuk ju frymëzojnë. Dhe tjetër, të mësojmë që ne nuk duhet të sakrifikojmë vete. Pra këto janë të rëndësishme në çdo lloj marrëdhënie që ju të keni dhe ku ne arrim në harmoni dhe në ekuilibër për të cilën është tema peshorja, pra në balancim, në ekuilibër, në kompromi, me të vërtet për atë që të angazhohemi dhe të kuptojmë, ne do të arrim në bukurinë e jetës. Tani efektet e hënës, pak a shumë si ndikon kjo hënë e plot tek ne, pak a shumë pra, por do ta jap dhe në vazhdim me disa shenja të tjera. Pra duke qenë se është përballë, është jo vetëm përballë Venus, që është planeti i dashurisë, i lumturisë, i bollokut, dhe që ka energji femërore, dhe që është sunduesi peshores, që peshorja kërkon ekuilibër dhe ka të bëjë me partneritetin, me marrëdhëniet, me dashurinë, është përballë shenjës së dashit, pra të Marsit, për të cilën është energjia mashkullore dhe ka të bëjë në këtë rast me atë që kërkon të merrni një vendim të rëndësishëm për jetën tuaj. Pra ndërkohë që peshorja është për harmoni, për balancë, për paqe me të gjitha, pra si ndërmjetësues në marrëdhëniet është dashi që është impulsiv dhe i drejtë për drejtë. Ndërkohë të kuptoni që duke qenë se peshorja, pra ana e plot në peshore, udhëhiqet nga Venus ka qenë planeti në kthim, pra në retrograde, por në kthim, që do të thotë jo se planetet kthehen, pra në këtë rast Venus, i cili ishte 1 Mars, dhe në pikërisht në datë 13, pra të hënës plot, është që do të jetë direkt dhe do të shkojë nga shenja që ka qenë në dash, pra në dash, tani do të jetë në peshqit, dhe duke qenë në peshqit ju e dini janë ëndërrimtar, janë që kërkojnë, pra janë krijues, janë shpirtëror, gjithsesi janë të ndjeshëm. Kjo bën që do të kërkohet tek ju, pra tani që të jeni, pra nuk jeni më në atë pra në reflektimin e dikurshëm, sepse e bënte Venus kur ishte në kthim, ju kërkoj që ju të futeshit sa më shumë në brendësi dhe të lidheshit me marrëdhëniet që ju keni patur lidhje, pra sepse kjo është, ne nuk kemi qenë kurrë vetëm, ne kemi familjarët, motra, vëllezër, apo gjatë jetës eksperiencë të jetë, gjithsesi. Ajo që është ka të bëjë me lidhje, pra ne e kuptojmë tani anët e errta, ne kuptojmë dhe anët e mira në lidhje ne me marrëdhëniet me të tjerët, po dhe ne me veten tonë. Pra në lidhje me veten tonë romantike, mund t'jetë me veten tuaj, vetja juaj, por edhe me partnerin në krah. Mund t'jetë me familjen tuaj, me të gjithë, por edhe me kontratat e, pra kolego, po biznes, pra në lidhje me kontratat e punës. Pra, me një fjalë është ajo që kjo hënë e plot
ju e ndikon, ju e kuptoni që nuk ndjeni më që po reflektoni, nuk ndjeni më që po rishqyrtoni. Pra kjo është mbyllur dhe tani çfarë ju do të ndjeli, është që ju jeni të ftuar, pra me atë që ju e kuptoni tani që keni arritur në njohuri të reja në lidhje me anët e errta dhe në lidhje edhe me ato se çfarë kanë ndikuar të tjerët tek ju, pra në çdo lloj marrëdhënie. Tjetër shenja e dytë, siç u thash, është efekti i numrave të dy fish, që do të thotë, duke qenë se është data 13, duke qenë se është muaji 4, është pra janë dy shifra 4-4 dhe në këtë rast numri 4 udhiqet nga planeti i Uranit dhe Urani është qielli dhe është planeti inovator, pra kërkon që ne të fillojmë pra të fillojmë të marrim pra të fillojmë diçka të re në jetën tonë. Dhe kjo është të mos ju vi çudi që për një pjesë nga ju mund të ndodhin gjëra të papritura sepse këto i bën qielli, pra është ajo që është pra planeti i Uranit me numër 4 dhe ndërkohë të kuptoni ne jemi në shekullin ku vetë shekulli është në shenjën e ujorit dhe ujori është që udhiqet nga Urani, pra ne jemi në këtë shekull 21 dhe prandaj po ndjen dhe sidomos në vitin 2011 që filluan zgjime, pra në kuptimin e asaj që njerëzit po kuptonin, pra edhe pse ishin si krizje të tjera, pra e kuptuan që diçka me ta po ngop dhe u futën shpirtit dhe rezultati është që në këtë kohë ka një ndërgjegjësim të lartë, jo vetëm nga vetë shekulli për të cilën universi është në zhvillim, por edhe nga ne si që një njerëzore që zgjodhëm të duam veten, pranuam ndryshimet dhe kjo është janë frekuencat e larta të dashurisë, të dëmshurisë, të mirënjohjes, të respektit, pra të paqes që janë pra frekuencat e larta për të cilët pa e kuptuar ndikon në çdo shtëpi sepse dashurinë pa kushte dhe dëmshurinë dhe dritën e pastër të vërtetësisë së jetës që të gjithë e duam. Gjithsesi, kjo është për një pjesë nga ju mund të merrni mesazhe të papritura, pra mos ju vi çudi, por ndërkohë edhe mund të takoni dikë pra që mund të jetë flaka juaj ose dikush tjetër për të cilën ju ndjeni pra në lidhje me dashurinë e vërtet. Pra ju ndjeni një lidhje të thellë dhe në këtë rast ndoshta shpirti juaj binjat. Pra ju me veten tuaj, pra dy energjit, por ndërkohë mund të jetë flaka juaj, sepse flakën e kemi që të gjithë, por varet se kur ju a jeni duke ndjekur shpirtin tuaj, a jeni duke hyrë në thellësi të vetes tuaj për të zbuluar të metat dhe të mirat në veten tuaj, ju vetë në veten tuaj. Okej, çfarë bët me të tjerët, por tani me veten tuaj dhe në këtë rast për ju, për një pjesë nga ju mund ta ndjeni që jeni lidhur me dashurinë e vërtet tuaj të thellë. Pra drejta juaj mund të jetë shpirti juaj, pra shoku juaj jetës, por mund të jetë edhe flaka juaj, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e ndjeni, gjithsesi qëndroni të hapur dhe me këto të papritura dhe ndërkohë është ndoshta për një pjesë nga ju është që i do të merrni një rrugë të re për të cilën kur nuk e keni menduar që do të ishte në këtë, ashtu sikurse dhe Diana, kur nuk e kishte menduar Diana që do ishte para jush si shërbëtor i denj i vërtetësisë, mësimeve të universit, të Zotit të Madh, të plot fuqive çfarë doni të quani, që të dalë para jush të flas të vërtetën në lidhje me atë çfarë kam kaluar nga e kaluara, duke ju shëruar ju gjeneracët time që të hiqemi të shkëputemi nga bagazhet e vjetra, si u shërova unë të shërojeni dhe ju, dhe ndërkohë edhe nga eksperienca e vazhdimit rritjes time shpirtërore të transformimit dhe po ashtu të ndriçimit, duke mos qenë vetëm, duke patur këtë intuit të shpirt se u lidha me veten time, pra pranova të kërkoj të gjitha të mirat dhe të vetmat, po në veten time ato që kisha krijuar vetë, gjatë gjithë jetës time nga fëmijë deri më sot, është një triumf për të cilën është kur nuk e kisha menduar që edhe pse jam në moshë 61 vjeçe të jem para jush me këtë energji, me një frymëzim, me një kënaqësi për të ndihmuar ju, se ky është vizioni im largpamës,
Dhe është ajo që çdo ditë ne si qenie njerëzore do të shkojmë drejt triumfit, si që tash dhe do ja u them përsëri, ne do të bëhemi qytetar të botës. Ndoshta Diana jeton, sigurisht që do të jetojë mbi 100 vjet dhe më shumë, Zoti na ka dhuruar 120 vjet dhe sigurisht shpirti im e ndjen këtë mrekulli, atë që unë nga për 60 vjet me radhë tani më ka kthyer Perëndia ta jetoj tani, sepse çdo ditë jetoj me higjienën shpirtërore dhe me higjienën e trupit, duke krijuar një mirëqenie në të gjitha aspektet e jetës, nga ana shëndetit, nga ana e mendimeve të mençura, nga ana e ndjenjës së zemrës, nga ana e karrierës në punë, në fund të fundit çdo gjë ne e bëjmë në këtë jetë. Pra çfarë do të bëjmë ne në këtë jetë? Gjithsesi, shenja si ndikon energjia e peshores tek ne. Mësoni që peshorja në vetvete është me të vërtetë që kërkon, fjala peshore kërkon ekuilibër dhe në këtë rast është që ju sjell dhe ndjeni një atmosferë pra harmonizuese, pra ndjeni që jeni në të qetë, sigurisht. Jo vetëm ne që kemi bërë një punë të mrekullueshme, por dhe njerëzit që janë akoma duke fletur gjuhën, pra që janë akoma me impulset e egos në këtë kohë të sezonit të frymëzimit të pranverës, ndjehen që të gjithë të frymëzuar. Gjithsesi, ajo që do të kuptoni është që peshorja me të vërtetë është që kërkon që të gjithë ne të gjejmë paqen në brendësi të shpirtit tonë. Pra, paqja është tek ne, është kjo zemër që duke e dëgjuar na kthen përgjigje. Ndërkohë është sa më shumë një pjesë nga ju, kjo energji e peshores bën që ju përpiqeni të ruani paqen duke i bërë pra duke i kënaqur të tjerat, pra kërkoni të ruani paqen duke kënaqur të tjerat. Tjetër, energjia e peshores është që ka të bëjë me atë që i shikon situatat e saj në këndvështrime, pra balancim, i shef në të gjitha drejtimet. Ndërkohë është, duke qenë se është empat, por dhe i ndjeshëm, është një ndërmjetës, pra energjia e peshores është ndërmjetës dhe kërkon që ne të na bashkoj, pra është për ndërmjetës në bashkimin me marrëdhënie të ndryshme pra me njerëzit, ndërkohë është duke qenë se ka udhëhiqet nga planeti i Venus është i dashurisë dhe i bollëkut, po i lumturisë, është edhe nga pamja jashtme simpatik dhe ndërkohë është mikpritës, është me të vërtetë pra nikoqir e tjera, po kështu është që nuk i pëlqen peshores, energjia e peshores nuk i pëlqen që të qëndroj vetëm, se prandaj është e lidhur me marrëdhënie dhe me partneritetin, pra nuk i pëlqen që të qëndroj vetëm dhe mbi të gjitha ajo që i pëlqen pra peshores, nga vetë fjala peshore është që të kërkoj drejtësinë dhe të nxjerrit të punoj për drejtësinë, pra për vërtetësinë, por ashtu si çdo shenjë që ka energjinë optimiste, ka edhe energji pra jo si thua të ngadalë, që do të thotë që jo të mirë në këtë rast, duke qenë se zjatet shumë për të marrë vendim, pra zjatet shumë, mendon shumë, sepse është dhe elementi ajrit, dhe mendon shumë edhe kjo e bën që shpesh të vonoj të marri përgjigje dhe sigurisht ju që jeni këtu mos ju vi çudi që duke mos marrë përgjigje ndjeni përsëri që është ai procesi, herë nuk ndjeni mirë, herë ndjeni mirë, herë thoni që bët punë dhe përsëri ktheheni e djera. Gjithsesi, për të arritur atë që kërkon hëna është që ne të ndjejmë, ne të pranojmë të gjitha ndryshimet dhe ndërkohë edhe të heqim dorë pa gjykim, pa kritik nga gjërat që ne nuk na shërben, dhe në këtë rast bëhet fjalë për marrëdhëniet. Tjetër, shenja e katërt është kalimi për lidhje me marrëdhëniet familjare. Pra brenda familjes, çfarë do të thotë? Duke qenë se planeti Venus, pra Afrodita është në kthim, pra nuk është më në kthim, por është drejt, pra do të eci drejt dhe sigurisht në shenjën e peshqve. Kjo kërkon që me të vërtetë ne të fillojmë të krijojmë, pra kërkojmë, e ndjejmë që kërkojmë një harmoni, jo vetëm me veten tonë, po por e kemi dhe përreth me njerëzit tanë, apo pra brenda familjes, pra shtëpisë tuaj, familjes tuaj, por edhe me miqtë tuaj të çdo lloj natyre, qoftë dhe me eksin tuaj.
Ndërsa Marsi pra është që udhëheq dashin dhe është elementi i zjarrit, pra impulsivi, drejt për drejt, është pra siç u thash dhe energjia maskullore ka të bëjë me atë që ndoshta ju do të ndjeni tani dhe konflikte, pra kur jeni me një mendje që keni akoma hije të papërpunuara, pra që janë shumë të fiksuar se ky është trupi fizik joni që shumë gjëra i kemi të marra dhe në këtë rast mund të keni konflikte, mund t'ju duket diçka që pra konflikte ose zemërim ose brenda familjes tuaj, pra brenda shtëpisë tuaj, por edhe me familjen tuaj, motra, vëllezër, prindër apo edhe kolegë, miq e të tjerë. Gjithsesi, ndoshta e kuptoni që në këtë moment, pra do të ndjeni që jo vetëm zemërim me marrëdhëniet tuaja, me kë keni, por e kuptoni që është edhe diçka që pra e fajsoni veten sepse të tjerët ose keni kuptuar që të tjerët e kanë shfrytzuar mirësinë tuaj. Pra e kanë shfrytzuar, e kuptoni që ju keni bërë mirë dhe të tjerët e kanë shfrytzuar për mënyrën e tyre. Tjetër është që ndoshta e kuptoni që ju doni të merrni vendim dhe keni trazira sepse nuk mund të qëndroni dot vetëm. Gjithsesi, po ashtu ju keni bërë një punë të mrekullueshme dhe e kuptoni që ju nuk jeni në një faqe me ex partnerin. Pra e kuptoni që ajo që ju mundonte ju ishte që ju shkatruat, pra u divorcuat dhe ajo ju bënte në fillim dhe ishin hijet mendore. Pra ishte ajo që ju nuk doni vetëm dhe sigurisht që e vetmja gjë ju ishit të denjë për eksin. Kjo nuk është e vërtet, pra ju e kuptoni që kjo nuk është. Gjithsesi, çfarëdo lloj zgjidhje që ju të keni, sepse që të gjithë jeni unik, ju do të pyesni zemrën. Pse? Se zemra është neutrale dhe ju jep përgjigjen e saktë dhe kjo ju bën që ju të arrini dhe kërkon kjo në plot në peshore, të arrini në kompromis, në negociata, të diskutoni dhe ndërkohë edhe tjetër që është edhe siç ju tregova, ndoshta e shihni tani sepse Venus thashë një herë ju bën ju që të ndryshoni pamjen tuaj, pra të bëheni më të butë, ndoshta dikur Diana përdorte shumë makiazhin. Pra të gjitha tani unë jam e thjesht, sinqerisht jam e thjesht, nëse do t'i shihni këto janë syze dielli, se nuk pra janë me ngjyrë, po janë syze miopi, por me 3 funksione, pra se nuk sytë e mi janë dëmtuar, të shohësh filma në kohën e parë gjithë natën sigurisht. Gjithsesi është që i kam nga afër nga lart, por dhe të diellit dhe kjo është që në këtë rast nuk e përdor makiazhin, pra make-up, makiazh, mire kam si quhet në shqip, por jam më e butë, sigurisht që do ta bëjmë, po e bëjmë në mënyrën tonë, apo me veshjen, apo edhe në lidhje me shtëpinë, ne jemi të kënaqur me atë që kemi dhe bëjmë gjërat me minimalizëm, duke futur artin e mrekullisë të natyrës, të artit të çfarëdo lloji të e dini atë lulja i jetës, pra apo me lulet, me vazo e tjera, pra gjithçka, ju e dini sepse ne çdo gjë, nuk do të flas se kam bërë shumë video, por e ndjeni që pra hëna në peshore ja u jep këtë që të krijoni, ndoshta prisni flokët, një model të ri e të tjera gjithsesi. Këto gjëra jo, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e ndjeni se çfarë. Tjetër është shenja e 5, tjetërsimi nga njerëzit e afërm. Çfarë do të thotë? Gjatë kohës që ne bëjmë, pra jemi në proces, ne kuptojmë që, ose dhe gjatë jetës tuaj, ne kuptojmë që vjen një moment që ne na vijnë, pra aq më shumë ne kemi kaluar, pra eksperiencë të jetës dhe çdo gjë nuk ka ndodhur pa një qëllim, ne kuptojmë që kjo ne plot po na nxjerr, pra varet nga njerëzit si ju jeni, pra po na nxjerr emocionet për të cilën, pra emocionet nga e kaluara që me të vërtet janë diçka që ju bën që të përjetoni, pra
tension, dhe këto janë emocione që akoma I keni të papërpunuar në trupin tuaj, qofshin në brëndësi që janë energjit në zorët e barku, pra që I ndjeni në trupin tuaj, në brëndësi tuaj, qoftë edhe nga jetë mendore që mund të keni ngacmime. Gjithsesi, në një kohë ju e kuptoni që keni qenë shumë gjatë të heshtur në çdo lloj marrëdhënie, dhe tani është kjo ju nxjerr këto emocione dhe ju shpreh, pra ju del me zemërim ose me lloj ngacmimi apo me inate të tjera, dhe kjo ju bën që papritur të keni emocione intensive, pra të papritura, intensive dhe shumë emocionuese. Dhe kjo është për një pjesë nga ju e kuptoni që ju jeni keq kuptuar ose nuk është planuar që ju keni të drejtë, dhe kjo ju bën ju që ju të ju t'ja nxjerri këto dhe e kuptoni, dhe në këtë rast është dhe planeti Xhuxh Eris, që do të thotë është prej në ndesha, pra me kohët e lashta, është prej në ndesha, është planeti Xhuxh, është motra e Plutos, që Pluto është me të vërtetë që kërkon vdekje, transformim, rilindje, pra është motra, por është edhe energjia, pra është edhe në lidhje me vendimin, pra është energji femërore me Marsin, pra me planetin Mars, por jo, pra është energji femërore, është në kuptimin që kërkon që të shkëputet nga manipulimet në lidhje me me marrëdhëniet tona, pra çdo lloj padrejtësie, çdo lloj manipulimi, çdo lloj keqtrajtimi e të tjera, pra në lidhje me pavërtetësinë, dhe kjo është në qoftë se ju dalin këto gjëra, do të thotë që ju do të futeni akoma më në thellësi me veten tuaj. Pra në qoftë se ju keni këto ngacmime, dhe kjo është bëhet fjalë që do të kuptoni, pra planeti Xhuxh Eris ju ndihmon ju që ju të veproni në lidhje për të kuptuar temat, përse ju nuk jeni dëgjuar në çdo lloj marrëdhënie, qoftë nga prindërit tuaj apo romantike apo pra që në kohët, pra që të gjithë e dini se jeni unik, po e nis nga koha e fëmirisë. Sigurisht që ju jeni që në barkë të nënës edhe më përpara me fisin, sepse ne I marrim, shpirti është I përjetshëm dhe ne kemi marrë shumë gjëra, por gjithsesi për atë që është kryesorja për ju është që në kohën e fëmirisë, në këtë kohë ne kemi krijuar shumë gjëra vetë, pra në lidhje me pse nuk jeni dëgjuar, pse nuk jeni parë, ndërkohë edhe pse nuk keni bërë atë që ju dëshironi, pra nuk ishit të lirë. Pra këto janë temat që do të kërkojnë në qoftë se ju dalin ju, pra në lidhje me, dhe kjo do t'ju bëj që të gjithë ju, në qoftë se ju dalin këto, ju duhet të punoni akoma më shumë me vetë dashurinë tuaj, me vetë besimin tuaj, dhe ta doni veten si ju jeni mrekulli, ju keni vlerë, dhe lidhuni me veten tuaj për t'i dhënë vetes tuaj akoma dhe me dashuri. Duke ju dorëzuar shpirtit, ju do të arrini këtë. Është koha, se jo pa qëllim jeni këtu. Tjetër është, dhe bëhet fjalë tani, mbi të gjitha, të dëgjoni para se ta të fillojnë shpirtin binjak dhe në flakën binjake, ju duhet të dëgjoni zemrën tuaj, ju duhet të dëgjoni ndjenjat tuaja. Dhe kur nuk jeni vetëm, sigurisht se si të veproni, unë kam bërë një video me anën e plot, dhe duke vepruar me këto, duke I dhënë, ju jeni dashuri, ju jeni dhe jepni dashuri, dhe ju jeni të denjë të meritoni dashurinë, dhe ju e meritoni dashurinë. Gjithsesi ju këto gjëra do të dilni me anën e plot dhe të vazhdoni kur gdhiet që del sapo zbart, që e shihni që dielli po ngrihet, ndërkohë edhe gjatë natës, pra gjithsesi që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë doni të bëni, dhe shenja e fundit, pra flakët binjak, shpirtrat binjak dhe flakët binjake si ndikon kjo anë. Shpirtrat binjak është që ju ndihmojnë nga planeti Venus, është planeti dashurisë, lumturisë, bollokut tuaj, dhe në këtë rast është duke qenë se është drejt për drejt në shenjën e peshqeve, do të thotë që ne do të ndihmojmë shumë, sepse do të lidhemi me shpirtin tonë dhe ne do të lëmë të gjitha sekretet, të gjitha gjërat që ne nuk na shërbejnë. Dhe në këtë rast mos ju vi çudi që mund të keni një lloj ndikimi
që mund të keni ngacmime, pra sepse peshori është elementi ajrit dhe në këtë rast me mendimet, se mendimet janë ajri, dhe në këtë rast mund të keni pra një lloj ngacmimi në lidhje me jetën mendore, por ndërkohë edhe kuptoni që ndërkohë që keni pra doni që të lidheni me tokën, pra se këtu është jeta, përsëri janë mendime që ju ngacmojnë. Tjetër është që ndoshta një pjesë nga ju vazhdoni të rrini, pra ndjeni që ëndërroni, pra jeni me dy shpirtrat tuaj, me dy pra shpirti, mendja dhe shpirti juaj, pra energjia maskullore dhe energjia femërore, ndoshta e ndjeni që jeni pra ëndërroni bashkë me njëri tjetrin, ndoshta e ndjeni emocionet me njëri tjetrin, ndoshta e ndjeni që keni një lloj pra frymëzimi me njëri tjetrin, pra jeni të lidhur, pra e ndjeni, por përsëri keni një konfuzion, keni pasiguri për të cilën ju vjen që nuk po e kuptoni, edhe pse keni një intuit të rritur, përsëri nuk e kuptoni a është intuita juaj apo janë mendimet, apo vjen nga mendimet, pra kjo lloj konfuzioni, kjo lloj pra ajo që nuk jeni të qartë për atë që ju doni të merrni, pra në lidhje dhe në këtë rast pra është nuk e dini a është e intuitës apo është e mendjes nga vetja juaj apo dhe nga të tjerat, pra janë pra nuk jeni të qartë. Gjithsesi, kjo është ju me të vërtet ju bën që pra të ndjeni kjo ju bën që të ndjeni dyshime në këtë dhe nuk jeni në gjendje që të vazhdoni të arrini pra të lidheni me të vërtet në harmoni me dy energjive. Gjithsesi ju ndihmojeni dhe në këtë rast është çfarëdo lloj që të kuptoni është kur ju keni dyshime, do të thotë që ju jeni akoma me marrëdhënien tuaj karmike, që do të thotë keni akoma hije mendore, por edhe energji të papërpunuara, për të cilën pra duhet të shkëputeni nga gjërat që nuk ju shërbejnë ju, dhe kjo është do të keni me të vërtet konflikte, dhe sidomos duke qenë se jeni në konflikt do të ndjeni, pra kjo ju nxjerr, nëse nuk i keni përpunuar këto emocione, ju nxjerr fëmijërinë tuaj të hershëm, pra të jeni të sigurt për këtë, pra ju kërkon që të lidheni pra me veten tuaj, të hyni në thellësi dhe sa më thellësi të hyni, ju do të rini të lironi dhe fëmijën tuaj të hershëm. Pra nëse nuk e keni liruar, dhe kjo bëhet që ju jeni akoma me varësi, me fjalë, me mendime, qofshin tuaj apo të tjerëve, pra apo situata e të tjera që nuk po merrni vendim edhe pse shpirti ja u përsërit, ja u sjell në momentin prezent, pra është që në një moment nga ju mund të është ajo që nuk e merrni vendimin sepse keni fëmijë, pra luan roli fëmijët, pra jeni me fëmijët dhe ndërkohë pra në këtë rast i kushtoni, pra kjo është konfuzioni, kjo është që janë fëmijët. Tjetër fajsoni veten që nëse ju pra edhe pse kërkoni që të merrni një vendim, përsëri fajsoni veten, pra mund të jetë shpirti juaj, mund të jetë pra shpirti juaj binjak janë të dy, është energjia femërore dhe energjia maskullore, dhe që të dyja tani ose mendja ose shpirti ju sjellin këto pengesa, ju sjellin konfuzione që të gjithë jeni unik dhe e dini. Gjithsesi ndoshta ndjeni ndjenjën e fajit që po të merrni një vendim, për shembull që e kuptoni saktë që marrëdhënia nuk është për ju dhe ju pra nuk doni që të merrni vendim sepse janë fëmijët ose fajsoni veten që mund të shkatroni jetën e fëmijëve apo tjetër edhe nuk jeni të zonja që të jetoni vetëm sepse nuk jeni të denjë se nëse e shkëputni marrëdhënien ndoshta nuk gjeni tjetër kërkën e tjera. Gjithsesi këto janë që i bën mendja juaj, është thjesht iluzion. Prandaj kjo në plot për të balancuar kërkon që të merrni vendime. Pra në qoftë se ju jeni në marrëdhënie karmike, mos ju vi çudi që në qoftë se ju ndjeni që ishit mirë dhe pastaj do të fillohet që do të riktheheni edhe një herë. Pra edhe gjitha bëhet me qëllim që ju të lirojni nga çdo lloj marrëdhënie dhe kjo është që bëhet mirë dhe nga ju që vendosni, pra njëri mund të jetë shpirti, mund të jetë mendja, që vendos që të distancohet dhe kjo bëhet
për arsye që nëse ke një shpirt të mrekullueshëm që e ndjen që shpirti të do më shumë ty dhe do dhe të tjerët, atëherë kanë bëj shumë që ke akoma pra hije për të cilën këto janë me të vërtet mendo një jetë të tërë që i keni marrë dhe janë të po ju ndihmojeni dhe në këtë rast bëhet fjalë që duke u larguar, pra duke u distancuar dhe mund të ndihet të dhimbshme, por të jeni të sigurt që me durim, me besueshmëri se nuk jeni vetëm, duke ndjekur mësimet e anës të re të plota, por edhe mësimet e shërimit të emocioneve, apo të hapjes së zemrës, apo të faljes, të mirënjohjes e të tjera, ju me të vërtet, pra duke patur durim, duke patur dëmshuri dhe duke patur edhe me të vërtet besim, ajo ju do të arrini në veten tuaj të lartë dhe të jeni të sigurt që për një pjesë për të cilën keni bërë një punë të mrekullueshme me veten tuaj, por kur them me veten tuaj, me të gjitha me vërtetësinë kush ju jeni në të vërtetë, dhe jeni të sigurt që universi ju ka hapur dyert dhe ju e ndjeni se çfarë kërkoni të bëni, ndoshta ndiqni në një shkollë në lidhje me atë që shpirti ju thret, ndërsa për një pjesë tjetër për të cilën mund të jeni akoma jo në pra keni të rreqe me shpirtin, por keni edhe herë të rreqe, herë largim. Gjithsesi që të gjitha këto janë që duke qenë në momentin prezent, duke planuar çdo gjë që punon për ju dhe duke planuar që nuk jeni vetëm, ju do të arrini në bukurinë dhe kjo është kjo tani janë e plot. Gjithmonë kur vjen nëna e plot dhe 3 ditë mrapa është që ju do të arrini në rezultat, do ta kuptoni se ku jeni, në ç'nivel, në fazë apo në transformim apo në rritje apo në ndriçim. Dhe mbi të gjitha do të kuptoni faljen dhe do të kuptoni dhe mirënjohjen, pra do të arrini në këtë gjithmonë sepse hënat e plota ju japin rezultatin tuaj për të cilën thash dhe një herë mund të jetë rezultati për atë dëshirën që ju dëshironi dhe jeni në një linjë me shpirtin tuaj, por mund të jetë edhe akoma për të punuar në lidhje me gjërat që kanë ngelur për t'i ndjerë, për t'i liruar dhe për të ndryshuar dhe ne mua mirupafshim deri